Baba! Nisam to gospodo. Ajde baba. Lek, shikojse, si shkuar para kemi pronë përfitiore këtuan atëherë dhe manastiri shndrohen në qendër botimesh periodike të librave, të gazetave të ndryshme, të cilët u shpërndanë në të gjitha kontinentet të territorit shqiptar, dhe ka shkollën e post. Ishte shtypshkronja e parë shqiptare më moderne e ngritur brenda hapësirave të Perandorisë Osmane atko, dhe e cila shtypshkronjë ishte nderi i këtij qyteti që funksionoi deri në vitin 1914 pa firmarur Shkodrës. Gjitha fotografi në historisë ka vetënjeria